Spaku që del atje dhe heton, dhe merë, dhe të tjelën me vrapë në avokatin. Duhet të nga shpjegojnë e pse, se për flasë pjota Klod Lalën. A i kishe nga vetja apo nga Spaku ato? Kush? Kure pjota Klod Lalën, prandaj pjota, a i ka nga vetja apo nga Spaku? A i do të akuzojmë Klod Lalën. Se të dalin ata djelën, aty si ushtarë pa dignitet të Tiranës. Kusho? Për të jetuar opozitën, ata Spakut, atë kjo është skandal, kjo është përdorimi më i ndyrë i prokurorie politike. Pse fletë kështu më antë? Që të sasë kështu? Spaku s'po bën as... Spaku s'ka jura koma. Verifikon. Spaku të dali, të thotë... Tani ti po përtet, më falë me i minutë. Spaku s'ka jura... Ore, nuk ka jura Spaku. Nuk kemi, gazetarja tha, nuk kemi asin njoftim që Spaku ka hyrë në këtë histori. Tani ti... Spaku po e verifikon. Tu gjera po verifikon. Po pra, sa po e tha gazetarja? Po verifikon. Po pra, të dori të djerën për të verifikuar atë. Mos dalë asje. Të dori të djerën për të verifikuar atë. Se i duhe Ramës Tani ti je një gazetar me integritet në vendin ku ne jetojmë. Po. Të bëj një pyetje shumë thjeshtë ty. Futet e 300 bisedë, se s'fut fare. Këto 6 milion nga vind, zotë rjentar? Këto gjëra hetohen pasi partia politike e cila e ka përfituar, bën deklaratën si pas ligjit, ka ligjet që... 750 janë paguar dhe nuk ka deklaratë. Po flasin për ligjin prap tani. Po. Ligji është kështu. Partia politike në fund të vitit bën deklaratën e gjitha të shpenzime, kontrata, donacione që janë ato. Ja bën KQZ-s. Pasi bën këtë deklarim, heton dhe KQZ-ja, heton dhe Spaku. Unë nuk po them mos hetohet. Po kur Spaku del të djelën në punë, për të hetuar një gjë që nuk ka asnjë gjë, që nuk e di fare çfarë është. Dhe që nuk është shef, se nuk është në një shkelje që mund në hapur, që mund duket, atëherë... Zogaj? Qa janë këta bashkibozuk që nga kanë dalë tune si prokuror special? Janë shërbëtorët e fushatës elektorale të Tiranës? Këta shërbëtorët e Tiranës, s'ka më para një 2 javësh, kanë marrë një konfirmim nga administrata e re dhe nga sekretari i shtetit Rubio, se Spaku në Shqipëri është interes Amerikan. Ata rikonfirmuan atë që ka qenë dhe më përpara. E mbajtën 2 muaj të ndaluar, kemi diskutuar këtu, dhe mendojnë se lufta kundër korupcionit përmes Spakut dhe drejtësisë re përputhet me interesat amerikane në Shqipëri. Tani, a doni t'ja faturoni dhe Edi Ramës këtë, dhe të Rubius, faturoni, po është pas sens. Të faturojmë Ramës, kush jemi ne që ta faturojmë dhe qatë faturojmë të Rubius, se së mëtoj. Ti ke dëgjuar nga Rubio këtë që Spaku është... Po, e dëgjova. Ku e tha Rubio këtë? Kur e tha Rubio, se di që Rubio të këtë faturojnë në fjallë për Shqiprinë, që kush bërë sekretar shtetit? Departamenti aja është... Po ku e tha ka thënë sekretar shtetit? Po s'pëse qenë këtu këmë. Departamenti shtetit... Qa ka thënë? Dori një njoftim, po qekon gjithë projektet që u ndaluan nga tërë botën. Dhe qa ka thënë? Dhe në kryet 2 muajve, projekti për Spakun, mbështetja Spakut, kaloi... Spaku është jetik për ne. Kaloi klasën me shënimin dhe me deklaratën që ky projekt në mbështetjen e Spakut në Shqipëri është në përputhje me interesat kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Do më shumë. Tash këto janë zyrtare, kurse këto boshibozuke, këto janë epitete që i përdor ti, i përdorin njerëz. Tash gjumë. Jo, boshibozuk tash ata që dalin ashtu ditën e diel, ata i dalin ashtu ditën e diel janë sa dojë dhe shëbaja. Por mbështetja në parim e punës së institucioni dhe mënyra se si punon institucioni, nuk kanë asnjë me nga tjetrën. Po, ashtu është. Unë jam nga ata i thë, po e tha Amerika do mbyll syt do idem në umner. Jo. Do e shoh çfarë bën ata. Ti po ja faturon një gjë që është në mbështetjen e SBA, se për SBA po flasim sot. Një gjë, po s'ka thënë SBA ditë aty dielë SBA di Ramës. Çfarë pse do hyj SBA, këto janë... Unë gjykoj veprimet. Banalitete, nëse po ikim... Si banalitete? Çfarë është fakti më? Shiko, supozoj, Ylli, që juristët që kanë punuar për këto kontrata, do të thënë, kanë qenë shumë të kujdesshëm për ta mbrojtur kontratën nga hetimi penal. Aq më shumë, duke pas parasysh se këto kontrata, për herë të parë po hetohen dhe nga Spaku në Shqipëri. Janë bërë lobimi për shumë vite, lobimi i fundit është hetuar nga Prokuroria e Tiranës e përgjithshme. Tani kemi një Spaku po heton pjesë e hetimit i Lirmetës dhe hetimi i lobimit të tij, i lobimit që ka bën SBA. Pra tani jemi në një fazë kur Spaku heton për këto, ka një precedent dhe ja kërkon ligji. Se si do jetë e vërteta, s'mund ta them, unë nuk them as janë boshibozuk, as nuk them se
ka shkel ligjin Partia Demokratike, se nuk I kam këto... Po çfarë duhet ditë Spaku të bënde të tymin që... Spaku ka detyrën e vetë. Po çfarë duhet ditë tymin që... Qëse s'ka gjë, është detyra vetë, ashtu po heton. Se duhet Edi Ramës ta thoshte Vlorë. Me radhë. Po çfarë duhet? Që rëndësi ka, thot Edi Ramës. Po çfarë do ndali? Po të thoni me Gonigarin ka marrë lekë korrupsion, thonë Shëbahat, për me Gonigarin, doni njëri në punë nga Spaku për të hetuar me Gonigarin. E penit vrisë e mendjen në një spakist për me Gonigarin. Do të ta sqarojmë pas pak se sa në keq kuptim të madh je ti dhe shumë të tjerë. Unë keq kuptim? Me Gonigal. Po do flas një herë për korrupsioni pastër më. I pranuar nga gjykata, e pranoi vetë personi. Ai është një druj Spaku nuk mori mundimin as ta hetoj fare derisa çoi Gazbardi. Embër I administratës amerikane që e ka. Ore po flasim për Spaku këtu, ne me Gonigarin, po gjikoj me Gonigarin. Po gjikoj Spaku këtu. Ka marrë një rushfet, domethënë për hetuar Lulzim Bashën. Ju ja keni faturuar edhe këtë lulit. Vetëm që ka lulit, dore me averë Sali Berishës, pa tjetër. Po kush e tha këtë? Njërë si ti e, kupton. Njërë si unë, apo unë, po fletë me mua këtu. Po e se ti nuk... Unë po fletë me Gonigarin ras korrupsioni, të them një gjë... për cilin akuzohet qeveria shqiptare, gjykata amerikane. Do flasim të njëjtin gjuhë, apo do flasim gjuhë ndryshme që të mos merrem veç? A mund të hynë tem? Po. Unë mendoj se kjo kontratë ta ullon në thelb nga kontratët e më pashme që kanë bërë politikanë shqiptarë për lobbying në Amerikë. Dhe e përbashkët atyre është, sërish, ka qenë dhe është, se të gjithë këta kanë e kanë për interesa personale. Këto pastaj vishën me lafologji për interesi kryesor është personal. Shkojnë për një foto, për një shtërgim durësh, për të dukur se ne na përfill Amerika, kemi Amerikën nga pas. Po më poshtë dhe pastaj 35 vjeçare kjo. Kthehen dhe në Shqipëri, këtë pastaj interpretojnë, e përdorin për të kufizuar demokracitë në partitë që drejtojnë, për të rënë me top financave publiku, sepse kemi mbështetjen e Amerikës, për shpërdoruar, detyrën aty ku janë. Kjo është historia e lobimeve që në fakt, nga një pikpamje, nxjerr në një dritë keqe vetë lobingun në Amerikë, si një faqe e zezë për mendimin tim, I asaj që Amerika bën, që u jep drejt disa njerëz mbledhin para, dhe ç'a bëjnë ato, domethënë, ata nuk dublojnë dot politikën shtetërore. Amerika për Shqipërinë informohet, merr informacion të plot përmes shërbimit diplomatik. Të ndihmoj pak te ky momenti? Jo, vetëm do të jap një pas. Kjo ndodh me vende të dorës 2 ose dorës 3, siç është Bosnia, siç është Shqipëria, se nuk ndodh kjo që të lobojnë francezët apo italianët në administratë amerikane. Do kishte sens. Po Turqia është ekonomikisht, po nuk është nivel demokracie te rrafshi perëndimor. Këtë do kishte sens.